quaj dot baba. Një histori e trishtë është kjo që do të trajtojmë sot, që tregon realitetin e hidhur të familjes shqiptare. Një nënë së bashku me 2 vajzat e saj është lënë në qiell të hapur nga bashorti, babai i fëmijëve. Pse ka ndodhur kjo? Ju keni patur një martesë 20 vjeçare, prej së cilës keni 2 fëmijë, që sot kanë moshën? E madhja sapo ka bërë 18 dhe vajza e vogël bën 10 në shkurt. Ne vinte i pishëm, kalonte natën jashtë, nuk përgjigje nga ana financiare. Kam duruar 20 vjet, i pas kam në shansin kot, kur s'ja ka vletur fare, sepse bën një hap para dhe shkon 20 hapa brapa. Bëhet fjalë për një apartament në rrugën Mihal Grameno, rreth 60 metra katror, që trashëgohet me pjesën më të madhe takuese tek shtetasi Elton Ramadani, që përkon të jetë bashorti i kujtimes dhe babai i fëmijëve. Por zoti Ramadani vendos që t'ia dhuroj vëllait të tij. Kjo pronë është përfituar nga Serian Ramadani dhe Gjylke Ramadani si bashort nga enti banesave. Serian Ramadani është ndarë nga jeta në vitin 2007, ndërkohë që Gjylke Ramadani është ndarë nga jeta në 2021. Përpara ndarjes nga jeta të kësaj zonje, kjo zonjë ka lënë një testament ku thotë që pjesën e saj takuese në këtë shtëpi ja le Elton Ramadani, djalit vet, që ta gëzoj bashkë me familjen e vet. Në rasti konkret, Kujtime Ramadani që është bashortja dhe 2 fëmijët e mitur. Teorikisht në vitin 2022, kjo pronë ndahet në 2/3 për zotin Elton Ramadani, 1/3 për Irma Troplinin dhe 1/3 për Urim Ramadani. Ka ndodhur diçka që zoti Elton Ramadani në vitin 2023 shkon dhe bën një kontratë dhurimi dhe këtë pronë, të cilën e kishte të vetmen pronë të paluajtshme, dhe e gëzonte bashkë me fëmijët e tij të mitur dhe me bashortën e tij, ja dhuron në mënyrë të beftë të gjithë këtë pronë vllajt të tij, Urim Ramadani, i cili prej 25 vitesh jeton dhe sot e kësaj dite në Greqi. Kur nati i kishte kërcënuar, do fluturoj nga dritarja, po s'dole nga dera. Dhe kjo punë do lahet me gjak. Elton Ramadani, që të penalizoj bashortën e tij, zonjën Kujtime, së bashku me vëllain, ndërtoi një skem të ullët jo njerëzore dhe që në finale la në mëshirë të fatit pa një stre fëmijët. Asnjë lloj interesi, kërshim vajzave. Por kënaqet që xhaxhai i nxori vajzat në rrugë, në shi dhe nuk di çfarë të them. Duke mos pasur as edhe një lloj pasurie tjetër, t'ia dhurosh 100% pasurinë dikujt tjetër dhe të dalësh në rrugë të hapur ti bashkë me fëmijët e tu. Pra ti mund ta bësh këtë gjë për veten tënde, por nuk mund ta bësh për fëmijët e tu, sepse ke përgjegjësi prindërore për ta bërë. Shteti 57 i Kodit të Familjes që ngarkon me përgjegjësi prindin për mirë edukim, për ushqyerje, për veshmbathje, për strehim. Pra janë të gjitha këto veprime të cilat personi në fjalë i ka bërë në mashtrim total të ligjit dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi shkuar në gjykat duke atakuar këtë kontratë dhurimi, e cila është bërë totalisht në mashtrim të ligjit. Një kërkesë padije që ka bërë zoti Urim Ramadani dhe Valentina Ramadani kundër zonjës Kujtime Ramadani, duke kërkuar një urdhër mbrojtje i cili në mënyrë totalisht të paqartë nga gjykata shkallës së parë është dhënë si e tillë. Dhe ata kanë përfituar nga ky urdhër mbrojtje, i cili në vetvete ishte një kërkesë për lirim dorëzim sendi, nuk ishte urdhër mbrojtje, sepse nuk ishte dhunë brenda familjes. Pra, është shfrytzuar urdhri i mbrojtjes në mënyrë që të nxirrin jashtë Kujtime Ramadani bashkë me 2 fëmijët e mitur. Ne këtë vendim gjykata e kemi atakuar në gjykatën e apelit, në të cilin e rrezon totalisht kërkesë padin dhe ndryshon vendimin që ka dhënë gjykata shkallës parë. Në këtë mënyrë zonja është rifutur në apartament, por nuk ka zgjatur shumë. Çfarë ka ndodhur? Sepse zoti Urim Ramadani dhe Valentina Ramadani në atë periudhë kohore, po flasim për atë punë ditësh, kanë qenë në Greqi, sa atje jetojnë, ç'është e vërteta, janë rikthyer dhe me anë të dhunës, pra me vetëgjyqësi, kanë ndryshuar bravën e shtëpisë, ndërkohë që njëri nga fëmijët, Bianca, ishte akoma në shtëpi. E kanë nxjerrë për jashtë, me vetëgjyqësi, sërish e kanë nxjerrë për jashtë, kanë ndryshuar bravën, i kanë nxjerrë rrobat që kanë pasur aty, ato që kanë pasur mundësi për nxjerrje dhe pastaj kanë nxjerrë pjesën tjetër. Pra në një mënyrë apo në një tjetër kanë ardhur dhe kanë bërë vetëgjyqësi. Irma, motra e 2 vëllezërve, Eltonit dhe Urimit, dha një prokur vëllait të saj, Elton Ramadanit, në mënyrë që ai së bashku me familjen të gëzojnë apartamentin, por prokura e saj u përdor për tjetër qëllim. Para se të viste mami, kemi lënë me amanet, unë pjesën time, me amanetin e mamit,
do t'ja leni me Eltonit, me Nusën dhe me Soçat. Vullneti juaj ka qenë që kjo shtëpi të jetë për familjen e Eltonit dhe jo për urimin siç është sot. Jo. Po t'ishte për ashtu, i thoja atyre, dëgjoj, pjesën time ja u kaloj ty dhe ty. Kujtimja është kujdesur për prindrit e mi. Sidomos për nënën në fund që ka qenë shumë e smur. Dhe të gjitha çfarë ka bërë ajo në atë shtëpi janë të gjitha nga dora e saj dhe nga xhepi i kujtimeve. Dhe për këtë më bjerë shumë keq. Së bashku me zonjën ju drejtuam apartamentin në të cilin ajo ka jetuar për më shumë se 20 vitesh. Tashmë në këtë apartament, me forcë, është vendosur urim Ramadani. Për qenë të paanshëm dhe për të marrë dhe anën tjetër të historisë, ne trokitëm në këtë apartament, por që mbetëm pa përgjigje. Është pa mundësi ekonomike që mua më detyron dhe ju jam bërë barë kushirave të mia. A janë krenar, Xhaxhaj dhe nusja e tij që sot dy mbesat janë në qiell të hapur dhe kjo shtëpi është mobilizuar me kamera, me emër, me një derë të blinduar. Unë besoj që urimi apo bashortja e tij apo të dy bashkë janë duke dëgjuar këtë bisedë përmes kësaj kamere që kanë këtu. Dhe në momentin që do jenë të gatshëm për të na dhënë një përgjigje, janë të mirëpritur. E gjithë kjo histori është inskenuar nga babai i fëmijëve, Elton Ramadani. A është krenar Eltoni që fëmijët e tij janë në qiell të hapur? Ku do takohemi? Kam punë me Sogje, kam punë, si që të takohemi. Kam punë. Ishte tjetër ajo që folëm dje. A ishte tjetër? Po mirë kam punë, mund të takohemi. Po fëmijët do i lesh jashtë? Nuk mos ore të lutëm, kam punë, darë 23 kam gjyqin, hajde në salë gjyqin. Po fëmijët do i lesh jashtë, Elton? Të lutëm, kam punë. Je krenar për veprimet që ke bërë? Të lutëm, jam punë. Je krenar për veprimet që ke bërë? Dëmi më i madh është shkaktuar fëmijëve, dy vajzave, që për shkak të veprimeve të ndërmarra nga babai dhe Xhaxhaj, janë në kufijtë e urrejtjes ndaj tyre. Fëmijët dëgjojnë dhe kuptojnë dhe madje dëshmojnë çdo gjë. Emocionalisht, fizikisht je i lodhur, ndro shtëpi prap, shko të kushurira, futu prap shpitatën, ik prap, shko të kushurira. Është lodhjen vete, stresin vete. Kur ke komunikuar për herë të fundit me babain? Unë kam 4 muaj pa fol, fiks 4 muaj. Është stres më vete për mua. Pse? Si je stresuar ti? Çfarë kupton me stresin? Babi vinë gjithmonë i pirë në shtëpi vinte, edhe më kapte me dorë, donte të më rifte, gjithmonë donte të kapeshe me mua, po motra më dilte para. Ka dashur ta godasi mamin, ta dhunoj mamin? I vjen, i vërtet, edhe sikur donte ta vras, sikur donte ta rrafi, e bën me dorë, e bënte. Njëherë ka thyrë televizorin nga që duke u zirë psikologën e shkollës, edhe shkoj çdo të hënë ose çdo të martë, shkoj atje te psikologja. Flasim, jam më e liruar, edhe ajo thotë që ta kujtoj, sepse ai do mbetet babai im, po unë kur e kujtoj, më kujtojnë dhe makthet, i them.